25 miliardë lek do të jetë buxheti i Bashkisë Lezhë për vitin 2026, më i madhi në historinë e kësaj njësie vendore. Prezantimi i projekt buxhetit u bë gjatë një konsultimi publik me qytetarët dhe grupet e interesit. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pjorin Dreu, u shpreh se buxheti është dyfishuar krahasuar me vitin 2019, ndërsa infrastruktura rrugore në zonat rurale dhe urbane do të zënë pjesën më të madhe të investimeve për vitin 2026. Ne vim para opinionit publik, para taksa paguese Lucian, që ditë kur e nisëm në 2019, duke marrë referenca vit me dy fishin e buxhetit të 2019. Ardha me këto shifra nuk ka qenë lehtë, normalisht kemi kaluar nëpër sfida dhe duhet me kujtuar disa se shpesh i harrojmë. Kemi kaluar në sfidën e një avullie strukturore që ka qenë atë në bashki, një situatë borgji për 4,6 milionë euro për të dhoma të kuptueshme. Kemi është një bumë shumë i madh investimesh në zonat rurale dhe në zonat urbane. Gjatë konsultimit, grupet e interesit kërkuan më shumë vëmendje ndaj fshatrave dhe krijimin e infrastrukturës për të verbrit në qytetin e Lezhës, të cilët po hasin në vështirësi të shumta. Elementet të aksesueshmërisë nëpër trotuare, ne që përjetojmë sot të gjithë, ne fatkeq përballemi me të paktën një problem me të paktën dy dimensione të mëdha. Statu është çështja e frikës, e mungesës totale të sigurisë në rrugë. Problemi i dytë është problemi edhe i dinjitetit, po themi. Sepse në momentin që ne nuk kemi shenja orientuese në rrugë kur lëvizim, kur shkopi ynë prek gjithmonë një lloj trotuar, është absolutisht e pamundur që ne të orientohemi. Ky konsultim publik të mos kufizohet në një prezantim rutin, por të propozojnë zgjidhjen e problematikave të ndryshme sipas zonave në qytet që gjejnë zgjidhje dhe të adresohen në buxhet. Fokusi i bashkisë për 2026 është vetëm qytetin e Lezhës dhe në Shëngjell. Ky është buxheti i dytë në Bashkinë e Lezhës, që vjen me 0 borxhe të mbartura, ndërsa mbi 50% e tij do të shkojë për investime, si dhe për mallra e shërbime. As lek sa kemi